Ky është medikamenti që për të paktën 2 muajsh nuk është i disponueshëm në QSUT për pacientët që vuajnë nga leuqemia amiloide kronike. Imatinib është i domosdoshëm për të trajtuar këtë sëmundje të rëndë. Ilaçi nuk gjendet as në farmacitë private dhe mund të sigurohet vetëm përmes sistemit spitalor. Mungesa e ilaçit është konfirmuar edhe nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. FSDKSH-ja sqaroi se kompania importuese ka hasur probleme në prodhim dhe për këtë arsye nuk ka pasur medikamente në farmacinë spitalore. Sipas fondit, ky medikament do të mungojë të paktën deri më 22 prill. Pacientët jashtë kamerave të Report TV tregojnë se janë të detyruar të sigurojnë ilaçin në rrugë personale, përmes të afërmëve, jashtë shtetit ose kontraband. Ata thonë se kostoja mund të arrijë deri në 700 euro, por një kur një mujore. Disa prej tyre janë detyruar të drejtohen spitaleve private, ku po ashtu kostoja është e lartë. Pacientët rrefejnë se janë të pafuqishëm dhe ndjehen të lënë në mëshirë të fatit, ndërsa nuk ekziston asnjë kur alternativ për trajtimin e kësaj sëmundjeje të rëndë në vendin tonë. Mjekët onkolog sqarojnë se për pacientët që trajtohen me këtë medikament, ndërprerja e trajtimit mund të ndikojë në mënyrë të drejtë në ecurinë e sëmundjes. Imatinibi është një terapi që merret çdo ditë dhe është e nevojshme për të mbajtur sëmundjen nën kontroll. Ndërprerja e zgjatur, veçanërisht në pacientë me ngarkesë të lartë tumorale, mund të çojë në progres të sëmundjes dhe humbje të përgjigjes së trajtimit. Një terapi që ndërpritet papritur pa një alternativë të qartë, pa afate, e zbeh ndjeshëm perceptimin e efikasitetit të trajtimit. Mjekët thonë se gjenden në vështirësi profesionale dhe morale. Ata detyrohen të modifikojnë skema trajtimi, të përdorin alternativa jo optimale, ose thjesht të thonë nuk e kemi. Në trajtimin e kancerit, koha dhe vazhdimësia e mjekimit janë thelbësore. Kur barnat mungojnë, pacienti humbet kohë që nuk rikuperohet, duke rrezikuar një herazje dhe jetën. Leuqemia është një lloj kanceri i gjakut me zhvillim të ngadaltë, i cili mund të vazhdojnë në disa vite, por në disa raste mund të progresojë shumë më shpejt.